Paraliza e gjumit është një përjetim që për shumë persona shoqërohet me frikë të fortë dhe ankth. Pamundësia për të lëvizur apo për të folur, ndjesia e presionit dhe halucinacionet i bëjnë këto episode shpesh të keq interpretuara. Mjeku neurolog Leni Halili na shpjegon se çfarë ndodh realisht me trurin dhe në trupin tonë në ato momente. Një proces që zakonisht ndodh në orët e para të mëngjesit, në fazën e zgjimit, në fazën e REM të gjumit, që është faza e aktivitetit të lartë të trurit, trupi jon ngrin, pra muskujt e duarve dhe të këmbëve nuk janë gjendje që të lëvizin dhe përjeton halucinacione që janë vizive ose auditive, pra mund të shohë figura ose mund të dëgjojë zëra. Cilët janë faktorët që nxisin të përjetohet paraliza e gjumit? Nga faktorët e riskut kryesor që përjetojnë paralizat të gjumit janë pacientët që kanë çrregullime kronike të ankthit dhe të stresit. Janë pacientë që kanë një stil jetese të çrregullt, pra orari i gjumit është i çrregullt. Janë pacientë të cilët konsumojnë alkool përpara gjumit dhe pozicioni shtrirë natën, pra në shpinë. Por a është e dëmshme paraliza e gjumit dhe a kërkon vlerësim dhe trajtim nga mjeku? Paraliza e gjumit shoqërohet shpesh me një ndjesi të lartë paniku dhe ankthi, ku pacienti përjeton një ndjesi shumë të madhe frike se mos ka një smundje, qoftë psikologjike apo qoftë mendore, dhe mendoj që duhet një vlerësim nga mjeku për ta sqaruar dhe për ta qetësuar që këto janë procese dhe fenomene natyrale të trurit. Paraliza e gjumit nuk është një sëmundje, por një çrregullim i përkohshëm i mekanizmit të gjumit, që megjithëse i frikshëm, në shumicën e rasteve nuk është i rrezikshëm. Gjumi i plotë dhe kujdesi ndaj stilit të jetesës është mënyra më e mirë për ta menaxhuar këtë fenomen.